Një seri të shtënash ndaj konsullatës amerikane në Toronto ka detyruar policinë kanadeze të nisë një proces hetimor. Përmes një njoftimi të publikuar online, zyra operacionale e policisë së Torontos ka bërë të ditur se ka gjetur prova materiale për përdorimin e armëve të zjarrit pas informacionit për të shtënat që mbërriti pak përpara orës 5:30 të mëngjesit të së martës me orën lokale. Nga sulmi nuk raportohet të ketë viktima apo të rënduar dhe për momentin nuk ka as të dyshuar të identifikuar. Në qytet, rrugët që të çojnë drejt zyrës konsullore të Shtetet e Bashkuara janë mbyllur dhe zonat përreth saj janë izoluar. Godina të shumta në Toronto janë qelluar së fundmi me armë zjarri, që kur Amerika dhe Izraeli nisën operacionet ushtarake ndaj Republikës Islamike të Iranit më 28 shkurt. Prej të shtënave kanë rënë dhe 3 sinagoga, si dhe palestra në pronësi të një shtetasi iraniano-kanadez, i njohur për qëndrimin kritik ndaj regjimit të vendit të lindjes së mesme. Episodi vjen pak ditë pas një sulmi të ngjashëm që ndodhi ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Oslo të Norvegjisë. Autoritetet policore të vendit nordik nisën gjithashtu një hetim dhe aktualisht janë në kërkim të një personi të dyshuar për vendosjen në një pajisje e shpërthyese artizanale tek hyrja e seksionit konsullor të selisë diplomatike. Ngjarja është konsideruar një akt terrorist dhe hetuesit po shqyrtojnë një lidhje të mundshme me saj dhe konfliktit që po zhvillohet në lindjen e mesme. Gjithashtu, ajo po hetohet dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili po ndjek të njëjtën pistë.